Përshëndetje, këtu jam në Malësia e ka Resort në Rrugov, saktësisht në Shkrel, dhe po e prezantoj një bujtin, këtu shumë të rahatshme, shumë komode, një vend jashtëzakonisht i rrallë, i bukur me një natyrë të mahnitshme. Dhe nëse ndonjëherë keni enduruar të zgjoheni me aromën e drurit, me tingullin e zogjve ku këndojnë mbi një horizont të qetë e malor, atëherë mirë se vini në Shkrel të Rrugovës, një nga thesaret më të fshehta të natyrës shqiptare. Në mes të gjelbrimit të thellë dhe ajrit të pastër të maleve të Rrugovës, qëndron një bujtin prej druri e ndërtuar me dashuri dhe kujdes, pikërisht për ata që kërkojnë qetësi, thjeshtësi dhe bukurinë e jetës malore. Kjo bujtin malore është krejtësisht prej druri. E vendosur në një kodrin të butë, bujtina ka pamje të hapur drejt majave të Rrugovës. Këtu gjenden dy dhoma gjumi, të krijuara me kujdes për të ofruar rehati dhe ndjesinë e një shtëpie të vërtetë në mal. Me dritaret që hapen drejt gjelbrimit të Rrugovës dhe me ndryshim natyral që e mbush hapësirën me ngrohtësi, kjo dhomë ofron privatësi, qetësi dhe një atmosferë të ngrohtë për pushim e relaks. Dhoma tjetër e dytë është menduar për fëmijë apo për miq të tjerë që udhtojnë me ju, me shtretër të ndarë dhe ambiente të thjeshta për të rregulluara me kujdes. Ajo i përshtatet mrekullisht një familjeje apo një grupi të vogël. Është vendi ku fëmijët mund të flenë të qetë, ndërsa ju pushoni në dhomën ngjitur. Banjo me të gjitha kushtet e nevojshme, këtu në dhomën e ndejes mund të shihni ndryshimin e dritës gjatë ditës. Ja, sa bukur, pamje e jashtme edhe njëherë. Bujtina numër 5. Pra nga këtu, edhe njëherë mund të shihni ndryshimin e dritës gjatë ditës, mjegullën që zbret në mëngjes, diellin që përshkon majat e larta dhe yjet që mbushin qiellin në mbrëmje. Me një kuzhinë të vogël, por e pajisur me gjithçka që të duhet për të përgatitur mëngjesin, një treg të ngrohtë apo darkën pranë zjarrit. Në këtë bujtinë do të gjeni edhe restoranin e saj privat, të vendosur pranë shtëpisë prej druri, me një ambient të ngrohtë dhe pamje fantastike drejt maleve të Rrugovës. Tani
zbresim nga bujtina nëpërmjet shkallëve prej metali, të cilat na çojnë poshtë drejt një oborri të sistemuar me kujdes. Këtu gjendet një hapësirë relaksi. Ndalemi pak këtu, në verandën prej druri. Kjo verandë është zemra e bujtinës. Tani zbresim poshtë në oborrin e kësaj bujtine, përmes këtyre shkallëve anësore nga metali. Këtu në fund të shkallëve gjendet vaska, apo siç njihet ndryshe jacuzzi. Një zgarë për grill, ideale për dreka me miq apo familje. Vendi për të ndezur zjarrin. Ja edhe një pamje nga sipër. Këtu ndodhet një tavolinë për pije ose ushqim, dhe kjo nga druri që shihet është sauna, dhe ja ky është oborri i kësaj bujtine. Poshtë shihen gurët. Ngjitemi shkallëve lart drejt verandës, edhe një herë. Ja disa pamje madhështore ku shihet gjelbrimi dhe majat e larta të bjeshkëve të rrugovës. Kthehemi pra përsëri te veranda, ku aty ndodhet një tavolinë e vogël ushqimi me 4 karrike. Edhe një pamje e dhomës së ndejes, e cila shihet nga kjo anë, kuzhina. Kështu ardhëm në fund të prezantimit të kësaj bujtine, të cilën ju mund ta gjeni në platformën tonë bujtore.com.